Pamjet që po shihni janë para komunës së Tetovës. Vetura të parkuara në korsinë e dytë që kanë bllokuar rrugën. Këto pamje janë të pjesës tjetër të qytetit, siç mund të shihet veturat janë të parkuara në korsinë e dytë. Me probleme të tilla përballen çdo ditë qytetarët e Tetovës. Kryetari i komunës Bilal Kasami bën thirrje për më shumë ndërgjegje, po shton se këtë nuk do ta lënë vetëm në ndërgjegjen e qytetarëve, pasi që tashmë është formuar një komision dhe premton se brenda një viti do të trefishohet numri vendparkimeve në Tetovë. Është një punë komplekse për të cilën është angazhuar një komision i veçantë dhe punën e të cilën do ta përcjell personalisht. Si rezultati i kësaj ne presim brenda një periudhe një vjeçare të kemi dikun 3 fishimin apo 4 fishimin e vend parkimeve në qytetin e Tetovës. Nga sektori për punë të brendshme në Tetovë thonë se brenda 3 muaj e gjysmë janë shqiptuar rreth 1300 dënime për keq parkim, ndërsa automjeti Merimangës ka marrë rreth 1000 vetura që kanë qenë të parkuara keq. Gjatë këtyre muajve, pra 3 muaj e gjysmë gati të kaluar të vitit 2026, kanë shqiptuar diku rreth 1300 gjoba se i përket keq parkimit, kurse shërbimi komunal i Merimangës ka ngritur mbi 1000 automjete, për të cilët janë përgatitur parashtresa përkatëse dhe shoferët do të ballafaqohen me gjoba. Sa i përket gjobave të cilat janë shqiptuar, numri më i madh i tyre kanë të bëjnë me parkime në rrenda të dyfisht, parkime në zonat të udhëheqjeve apo rreth rrotullimeve, parkime nëpër vizbardha, parkime në trotuare e kështu me radhë. Shtimi vendparkimeve në Tetovë është premtuar nga shumë kryetarë komunash, por Tetova vazhdon të përballet me këtë problem. Si pasojë shpesh ndërmerren aksione për largimin e veturave të parkuara keq, por kjo e zgjidh përkohësisht shqetësimin sepse keq parkimet vazhdojnë.